Në PS në gjitha kuptimet, lidhur me debatin që bënte Blushi, qëndrimi im ka qenë ky. PS duhet ketë rregulla dhe nuk duhet ketë situata si këto që konteston Blushi. Unë projektova reforma radikale për të kthyer PS në një parti moderne. Ne nuk kishim komunikim me Blushin, prandaj ai nuk i njihte pikpamjet e mia. Blushi ndofta kishte paragjykime për mua dhe kjo e ka penguar të kuptonte qëndrimet dhe pikpamjet e mia. Nuk kam pasur paragjykim për Koçon, unë thash vetëm dëgjë, Partia Socialiste ose më saktë Rilindja u nda në një moment themelor, vjet, si debat flas. Po. Unë përfaqësoja një grup që thoshte duhet këtë zgjedhje në parti sepse ka 7 vjet që nuk ka zgjedhje. Dhe duhet kemi zgjedhje për kryetarin e Partisë Socialiste. Koço ishte në grupin që thoshte nuk duhet këtë zgjedhje. Edi Rama është kryeminist dhe për të shkak duhet trashëgoj mandatin e kryetarit të partisë. Ka një shumë e thjeshtë, pra në këtë rast kemi qenë në kahet kundërta të debatit. Edhe unë kam drejt ta mbroj këtë pikpamje. Zoti Kokdhima sonte, nuk e duket si një shtrirje dore për bashkëpunim? Nuk e besoj, unë nuk e di se çfarë, realisht nuk e di çfarë projekti ka Koço. Unë nuk e di, do shkoj për të garuar brenda PS-s, nuk besoj se kanë për ta bërë deputet. Nuk besoj se do ta bëjnë deputet. Do shkoj për të krijuar një forcë pavarur, është e drejta e tij, apo do shkoj për të qenë deputet i pavarur, çka mund të tentoj në zonën ku mendon që ai se ka influencë. Unë sot jam në një projekt tjetër. Projekti im quhet Libra. Ky është i vetmi projekt për cilin mendoj sot, edhe nuk mendoj fare, e u thash në fillim, se me këtë bëj koalicion. Mendoj se si pikpamjet e Librës do t'i kthejmë në një materie e cila merr sa më shumë mbështetje në Shqipëri dhe mbas mbështetjes që merr vendos çfarë do bëjë në të ardhmen. Prit se ka ardhur një pyetje e fundit shumë interesante. Thotë zoti Blushi, cila është ishte përshtypja juaj kur fituat ndaj një kandidati djalë i ri i papërlyer dhe me perspektivë me 95% votave, ashtu siç fitoi dhe Edi Rama ndaj jush? Edi Rama nuk ka fituar asnjëherë ndaj meje. Në vitin 2009 unë nuk isha kandidat. Kandidati ishte dikush tjetër, ai Utorosh Kangara, unë nuk kam kandiduar për të lënë vendin atij se e kisha mik edhe aleat. Në vitin 2009 ky ishte Arben Malej. Në vitin 2013 nuk pati zgjedhje, në vitin 2016 ishte vjet, unë kërkova të isha kandidat. Nuk pati zgjedhje për kryetarin e partisë, u bë një referendum. Në referendumi bëhet për çështje, jo për njerëz. Edhe ai referendum ku nuk ishte emri Edi Rama Ben Blushi, pra nuk u mat sa vota ka ai, sa vota kam unë, po ishte vetëm a doni të jetë Edi Rama kryetari i Partisë Socialiste apo jo? Po jo. Edhe kjo, që doli 95% dhe nuk është kundër meje, u vodh. Do të them diçka për djalin, është 95% si e interpreton. Po pati gar këtu apo që konfirmim? Pati gar apo ishte konfirmim? Në cilin rast? Në rastin e Librës. Në rastin e Librës, po. Ishit ngar me dikë apo ishte konfirmim? Jo, ke gabim. S'ishte fare konfirmim. Libra u krijuan datën 1 nëntor. Dhe ne vendosëm me koshiencë. Mu mos kishim shkuar në zgjedhje, se ti ke një fazë pa organizimi. Dhe deri në zgjedhjet 18 qershorit, mbase s'do bënim zgjedhje, vendosëm me qëllim që të kishim zgjedhje të brendshme. Ç'a bëm? E vendosëm ta bëjmë votimin online. Por nuk garua dhe ju? Jo, unë garova. Me kë? Unë garova me një djalë shumë të mirë, që është një nga anëtarët themeltar tanët, i cili kandidoi në kushte të barabarta me mua. Ai garoi 95% për këto fazë organizimi, votuan online. Nuk është se pritet ndryshe. Në internet, për mua, por jam i bindur që ai djali është i djali i shkëlqyer, i cili si quhet? Neritan Severkolli, është i djali me origjinë nga fshatat e Korçës, jeton në Durrës. Ai vendosi të